Prindi po shkon që atje, po shkak se ti, para se me vdek, po ja donë fëmijës pasunion, edhe ai mo nuk po e interesun për ty, edhe po të përzep dhe të dilë që atje. Pe merë gruan, gruja për të stadoroj babën, se gruja veç e ko venin ku me nejt me djallin. Tash, po shka me ai se dënë, tash kjo edhe për karakterit, nuk po thamën e krejt. Njerëzit që veprojnë kësi mënyra, nëse një prind e rumë pasunin për veti, unë e rrivla kam pasun për veti. Ti fajson prindrin në këtë mes? Ti fajson prindrin në këtë mes? Normal, që më nëndi. Ta shpegaj. Seriozisht fajson? Prindri është i krejtve. Më falë, lutem. Prindri nuk motet me pasunin. Seriozisht e mendon që duhet ta fajsoj prindrin? Po, more. Që më nëndi? Jo. Pse? Nuk është fajtor prindri. Prindri është i krejtve. Është fajtor fëmia i cili nuk arrin ta kuptojë veten e vet, se kur të bëhet prindër vet ai do ta kuptojë nuk e të kuptuti, unë sam të fajsu prindin. Edhe mundin ati prindrit i cili arriti e bëri prindër. Prindi do të me kuptu, një sekund, për mesazh prindi, unë e kam pasunin tem, nëse unë i kam thmite dhe caktoj para se me vdek pasunin atyne, pse më më këshy, pa ta së më këshyrin, more. Po ka prind që s'kan pasuni hiq. Edhe është bëfë njej